Pastroni tërësisht zorrët, zhduk barkun e fryrë dhe trajton kapslëkun, ja receta që bën mrekulli. Konstipacioni është një nga problemet më të përhapura shëndetësore. Miliona njerëz në të gjithë botën kanë probleme me tretjen dhe shumë prej tyre vuajnë nga konstipacioni i rënd. Për të evituar këto komplikacione, duhet të kujdeseni më shumë për shëndetin tuaj, mbi të gjitha edhe për higjienën. Nëse konstipacioni nuk është kronik, ai mund të mbahej nën kontroll përmes trajtimeve të ndryshme në kushte shtëpie. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë që mund të arrini të realizojnë receta të thjeshta ushqyese për shëndetin tuaj dhe të mbajnë larg problemet e tretjes. Nëse vuani shpesh nga konstipacioni jo i fortë, atëherë mund të arrini të ndërmerrni disa hapa bazë për të lehtësuar problemet e tretjes dhe të siguroni një zorrë më të shëndetshme. Trajtime natyrale në kushte shtëpie mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj tretës, për sa kohë i përdorni ato si duhet. Ngrënia e ushqimeve të skuqura, të përpunuara ose të shpejta besohet të jetë një nga shkaqet kryesore që do të rrisë riskun e konstipacionit. Për fat të mirë, ka plot fruta dhe perime të freskëta, të cilat me shijen e tyre mund të ndihmojnë në lëvizjen më të mirë të zorrëve dhe lehtësimin e problemeve të tretjes, duke siguruar një zorrë të shëndetshme dhe më pak probleme me konstipacionin. Një perime e mirë që mund të luajë rol fantastik pozitiv kundër konstipacionit është edhe kastraveci. Kastraveci është miku më i mirë i sistemit tuaj tretës dhe mund të ndihmojë gjithashtu kundër problemeve të tilla shëndetësore. Ai është një minier e vërtetë e vitaminave, elektroliteve, mineraleve dhe antioksidantëve, shumë të rëndësishëm këto për tretjen e shëndetshme dhe zorrën konstante. Për më tepër, konsumi i kastravecit mban nën fre kontrollin e peshës dhe shmang gjithashtu akumulimin e lëngjeve të tepërta në trupin tuaj. Ai mund të nxjisë urinimin dhe të lehtësojë kriprat minerale në trup, duke evituar komplikacionet edhe duke parandaluar edhe shfaqjen e problemeve të tilla. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të mirë të dietës suaj dhe të shmangni problemet që i kanosen sistemit tuaj tretës. Aftësia për të ruajtur ekuilibrin e lëngjeve në trup përmes kastravecit mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të zorrëve. Pra, sa më shumë produkte natyrale me përmbajtje të lartë të ujit të shtoni në dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni edhe me procesin e tretjes, siç është konstipacioni. Çelësi për të mbajtur tretjen e shëndetshme është të konsumoni më shumë ujë në dietën tuaj. Uji është laksativi më i mirë që ekziston, pasi nuk ka efekt anësore në organizëm. Pirja e tij çdo ditë herët me stomakun bosh i ndihmon në zorrët të kryejnë punën e tyre fantastike dhe të lehtësojnë punën e tretjes. Kosi është tjetër produkt fantastik që mund të ndihmojë me konstipacionin. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg produkteve të qumshtit kur vuani nga problemet e kapslëkut. Megjithatë, kosi është një nga elementet më ushqyes që mund të shtoni në dietën tuaj kundër problemeve të tretjes, i cili do ju ndihmojë në luftën kundër problemeve të kapslëkut. Kumbullat, ato përmbajnë substanca të njohura si laksativ që ndihmojnë në kontraktimet e muskujve të zorrëve. Kumbullat gjithashtu përmbajnë elementet të sorbitolit, një element ushqyes që mund të shërbejë si laksativ në çështjen tuaj specifike dhe jo vetëm. Kivi është një frut fantastik shumë ushqyes në situatat tuaja emergjente. Ai është një nga frutat më të shëndetshëm që mund të hahet në mëngjes dhe të vendosë në lëvizje zorrën tuaj dëmbele. Luleshtrydhet gjithashtu mund të ndihmojnë për një zorrë të shëndetshme dhe të evitojnë problemet e tretjes. Farat që përmbajnë luleshtrydhet janë ato që ofrojnë të gjitha elementet ushqyes të lartë të fibrave. Nëse nuk jeni adhurues të luleshtrydheve, një banane e pjekur në dietën tuaj mund të ofrojë të njëjtën sasi të fibrave, shumë të rëndësishme këto për proceset tuaja ditore të tretjes. Edhe bajamet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese. Siç mund ta dini, bajamet janë plot e përplot me yndyrna të shëndetshme duke ofruar edhe yndyrna të ndryshme.
Ato janë të pasura gjithashtu edhe me burime të shkëlqyera të fibrave të tretshme dhe burime të elementëve ushqyes për zorrën tuaj të shëndetshme. Aloe vera është një produkt fantastik shumë i rëndësishëm për tretjen dhe lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Aloe vera bën shumë mirë në funksionet tuaja fiziologjike, ndër të cilat edhe sistemi juaj i tretjes, veçanërisht për shëndetin tuaj të zorëve. Farat e lirit janë një mundësi shumë e mirë që mund të ofroj tretjen e shëndetshme të zorëve dhe parandalimin e konstipacionit. Një lugje dhe fara liri në çdo gotë me lëngje të freskëta mund të ofrojë 3 gram fiber. Kjo është e rëndësishme për sistemin tuaj tretës. Gjithashtu në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë edhe drithrat me fibra të larta. Mëngjesi është një mundësi shumë e mirë ushqyese për të shmangur problemet e konstipacionit. Shmangni ushqimet të cilat janë të mbushura me sheqerna dhe shtoni drithrat natyrale në përmbajtje të dietave tuaja. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni punën e sistemit tretës dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët cilësojnë tretjen e shëndetshme fal ushqyesve të duhur si një përzgjedhje fantastike për të menaxhuar problemet e konstipacionit dhe për të ndikuar pozitivisht në zorrën tuaj. Bollguri është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për tretjen. Për mëngjes, bollguri është një zgjedhje e shkëlqyer dhe një gamë e gjerë e elementëve ushqyes me përfitime të rëndësishme për tretjen. Përveç se do ju ndihmojnë për të pasur një zemër të shëndetshme, bollguri ndihmon edhe në balancimin më të mirë të niveleve të kolesterolit dhe fibrave që mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj tretës dhe jo vetëm. Buka integrale gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për të lehtësuar problemet që i kanosen tretjes së dobët. Buka integrale është e ulët në yndyrna dhe e larta në fibra dietike, duke eliminuar kështu problemet që shkaktojnë në tretjen e dobët. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve në dietën tuaj për të evituar konstipacionin, problemin me tretjen dhe për të siguruar gjithashtu një zorrë të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Nëse po vuani nga kapslloku dhe dëshironi ta trajtoni atë në mënyrë krejt natyrale, tregohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve në dietën tuaj për të evituar problemet e fibrave të dobta dhe nxitjen e zorrës së dobët. Një moll në ditë mban mjekun larg, por ky nuk është rasti i vetëm. Fruti do t'jap gjithashtu 4 gram fiber dhe ndihmon zorrën tuaj të bëjë një lëvizje të pasur ditore në ushqyerin e shëndetshme. Mollët përmbajnë nivele shumë të larta të pektinës, e cila është një fibër e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative për shëndetin e zorrëve. Në një studim, 80 pjesëmarrës morën edhe suplementet e pektinës dhe rezultuan ata të cilët konsumonin mollë kishin gjithashtu një tretje më të shëndetshme dhe më pak probleme me konstipacionin. Kivi është një frut shumë i njohur në dietën tuaj, por që mund të luajë një rol pozitiv kundër konstipacionit kronik dhe krijimit të problemeve të tretjes së dobët. Fruti është i njohur për veprimin e tij kundër problemeve të konstipacionit. Ai do të stimulojë ndjeshëm sistemin tuaj tretës, do të përshpejtojë kështu lëvizjen e zorrëve dhe do të mbajë larg problemet që kanosen nga konstipacioni. Në një studim të pjesëmarrësve që konsumuan kivi çdo ditë, u vure se ata patën një lëvizje më të mirë të zorrëve pas konsumit të këtij fruti dhe patën më pak probleme të konstipacionit krahasuar me persona të tjerë. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin e zorrës dhe lehtësimin e konstipacioneve. Fiqtë në veçanti janë të pasura me fibra. Mendoni se vetëm një gjysmë filxhani me fiq do të ofrojë 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Një studim tek të paktën 40 vullnetarë tregoi se shtimi i fiqve në dietën e këtyre personave pati një tretje më të mirë efektive dhe më pak probleme të konstipacionit. Sigurohuni që edhe thjerëzat i keni pjesë të dietave tuaja duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.